Komuna e Shtimës është bërë vatër e lajmeve të mira. Sa herë që ftohem të jem këtu, e di se një projekt i mirë për banorët ose po fillon ose tashmë është realizuar. Sot e kemi rastin të bëjmë të dyja, ndërka që investimet që kanë të bëjnë me të ardhmen e fëmijëve janë shumë fish të mira e të vlefshme. Qerdhja Albiona Aslani është dëshmi tjetër dhe shtese për kushtimit përbashkët për të kujdesur për më të vegjëlit në mënyrën më të dinjitetshme të mundshme. Si institucione që aspirojmë shoqëri të drejtë dhe sa më të zhvilluar, jemi të vetëdijshëm që puna jon fillon nga themelet, që në këtë rast janë moshat më të hershme. Pedagogu e filozofi amerikan John Dewey thoshte se, po citoj, nëse ne mësojmë fëmijët tonë siç mësuam vetë dje, ne ua mohojmë atyre të ardhmen. Mbaron citati. Pra për fëmijët duhet të bëjmë më shumë se sa që është bërë për neve kur ne ishim në moshën e tyre. E sot me këtë qerdhe moderne, prej 340 metra shkatror, me 40 shtretër e financuar nga mashti në vlerë prej afër 130.000 euro dhe ndërtuar me standardet më të larta, po e konfirmojmë se ne po ua hapim e po ua lehtësojmë fëmijëve rrugën drejt së ardhmes. Falenderoj Komunën e Shtimës për rolin e angazhimin e saj dhe Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit për bashkëpunimin efikas dhe produktiv. Çdo herë që e hapim për një fëmijë një derë, ajo është një derë tjetër e mbyllur ndaj padrejtësive, pabarazive e pamundësive. Qoftë kjo qerdhe shembull për mbizotrimin e dashurisë dhe për kujdesjes për fëmijët, si dhe për të drejtat, respektin dhe punën në edukimin e pasardhësve tonë. Ju faleminderit të gjithëve, urime dhe egzofshi. Nderuar Kryeministri i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, nderuar kryetari i Komunës Shtimës, Shemajla Leu, nderuar drejtoreshë qeverisë, nderuar përfaqësues të familjes Aslani, edukatore, prindër të gjithë, ju banor, pjesëmarrës këtu, komandanti i policisë, të nderuar deputet. Është një ditë e bukur dhe e veçantë sepse jemi mbledhur në një moment për të shënuar një mundësi më shumë për fëmijët e Komunës së Shtimës. Dje shënuam bashkërisht ditën e fëmijëve, por ditë si këto e tregojnë se dita e fëmijëve, ashtu si përkushtimi jonë për fëmijët është për çdo ditë. Pra, jo vetëm në 1 qershor, jo në një ditë të caktuar, por në secilën ditë të vitit, në secilën ditë të mandatit tonë qeverisës. Siç e përmendi edhe kryetari i Komunës së Shtimës, jemi disa herë tashmë në Komunën e Shtimës, gjithmonë për të shënuar momente të rëndësishme, qoftë në dhënien e gurthemelit të ndonjë objekti të ri, të qerdhës apo të shkollës, apo në inaugurimin e objekteve të filluara tashmë. Dhe unë jam e lumtur që në Komunën e Shtimës, prej një qerdhe e cila ka ekzistuar në fillim të vitit shkollor 2021-2025, do të kemi 3 qerdhe të përfunduara në këtë vit shkollor, derisa edhe 2 tjera janë në proces. Kemi qenë bashkërisht në Godancë, në Mezeqi, në Petrov, jemi sot bashkë këtu, ku rifunksionalizuam këtë objekt i cili për më shumë se 4 vite ishte i pashfrytzuar, ndërsa sot është një mundësi më shumë për fëmijët, dhe derisa në vitin shkollor 2021-2022 ka pas mundësi për regjistrim në qerdhe të diku 120 fëmijëve, në këtë vit shkollor do të kemi gati dyfishim të numrit të fëmijëve, sepse do të ketë hapësirë për regjistrimin apo numri i fëmijëve të regjistruar në edukimin e hershëm ka arritur në 209 në këtë vit. Dhe si që tha edhe kryetari, përveç se ofrohen më shumë mundësi për fëmijët, për nënat e reja, për kujdesin që ne e bëjmë ndaj fëmijëve, janë shtuar edhe mundësitë e punësimit, sepse komuna tashmë ka përfunduar edhe procedurat për rekrutimin e stafit të ri që do të punojnë në këto shkolla. Edukimin në fëmijërinë e hershme ka qenë një nga prioritetet e qeverisë Kurti, një nga sukseset dhe rezultatet që është arritur gjatë këtij mandati, sepse është punuar shumë jo vetëm në ofrimin e infrastrukturës fizike, por edhe në kurrikulat bashkëkohore që i ofrojnë fëmijëve më të mirën e mundshme. Përgëzime edukatorëve dhe gjithë stafit për punën e mirë që bëjnë çdo ditë, dhe prezantimi i voglushës hapja e këtij
programi i këtij aktiviteti ceremonial e tregon punën e mirë që e bëni. E gëzofshi që edhe në re, shëndet dhe shumë suksese. Na kanë më